Mirë, lidhemi pak me Krujën, është gazetari ynë Luiq Përgjegje aty së bashku me Milva Ekonomin. Përshëndetje. Alban të përshëndes. Përshëndetje dhe... Atëherë në fakt këtu ka nisur tashmë numërimi. Përshëndetje dhe Milvë nga ana ime, Lusi. Mirëmbrëma. Si kalove Milva dhe besoj që këto ditë kanë qenë ditë intensive. Kanë qenë një ditë intensive, në fakt rrethorëve të drekës, rrethorës 10 të mëngjesit deri në orën 10 u mbyllën të gjithë proces verbalet sa i përket edhe numërimit për partitë, ndërsa që prej orës 8 të mbrëmjes, pra orës 20 ka nisur tashmë numërimi për kandidatët. Janë numëruar le të themi kështu 6 kutitë e para dhe po rihapen dhe po mbyllen edhe gjithë proces verbalet për këtë kuti për të nisur numërimin për kutitë e tjera. Në total janë 93 qendra votimi sa i përket bashkisë së Krujës dhe numërimi që gjithkohës ka ecur në fakt pa problematika. Numëruesit kanë bërë vetëm këtë pauzën ndërmjet ditën e sotme, pra që kanë bërë ndërmjet pauzës së numërimit për partitë dhe tashmë nisjen e numërimit për kandidatët, i cili po ashtu do të vazhdojë gjatë gjithë natës pa patur pauza të tjera. Unë këtu jam me zonjën Ekonomi. Si e keni parë rezultatin e Krujës? Në fakt Partia Socialiste me një diferencë shumë të vogël votash ka patur një rezultat pozitiv për opozitën dhe një humbje për Partinë Socialiste në Krujë. Si e keni parë ju këtë rezultat? Por më tej edhe në radhën qarku në fakt Bashkia e Krujës nuk e ka dalë dot të afektojë dhe Partia Socialiste vion të triumfojë në qarkun e Durrësit. Në fakt rezultati në Krujë është me rreth 150 vota më pak se sa Partia Demokratike e Partia Socialiste, po në fakt në qarkun e Durrësit Partia Socialiste është fituese me më shumë se 17.000 vota, vetëm për brenda vendit, ndërkohë Kruja pret që të ketë një rezultat tjetër, edhe pse mate në nivel qarku nga diaspora, sepse shumë individ krutar jetojnë në diasporë, kryesisht në Itali, ka më pak në Greqi. Megjithatë këto janë rezultatet tona deri tani, që Kruja nuk e ka afektuar shumë qarkun e Durrësit, edhe pse nuk ka qenë një rezultat pozitiv, por që diaspora e Krujës është gjithashtu një diasporë e cila ka marrë pjesë në votim. Ajo që dua të them tjetër është që procesi këtu i numërimit ka qenë një proces që u zhvillua normalisht, nuk pati incidente, ka pasur sqarime her pas here që janë normale në proces numërimi që numëruesit i kanë kërkuar komisionerëve dhe në përgjithësi ka qenë shumë normal. Edhe pushimi sot ishte një pushim i detyruar sepse numëruesit punuan më shumë se 48 orë për të bërë numërimin. Sot ka filluar normalisht numërimi i votave për secilin kandidat. Okej. Lusi, nëse mundet me që Milva nuk më dëgjon dot direkt, pyet e Milvën nga numërimet e të dëgjon Alban, mund t'ja drejtosh direkt e pyetjen. Nga numërimet për votat e kandidatëve, cili rezulton... Okej. Milva, nga numërimi i votave të kandidatëve, cili kandidat rezulton më i votuar, ose cilët rezultojnë më votuar deri në këto momente, nëse mund të kemi një informacion paraprak? Është akoma herë për të thënë, po ne kontrollojmë gjithmonë listën e Durrësit dhe pastaj shikojmë Krujën. Janë 3 emra zotrish, janë në Krye, është Arkend Balla, Ani Drymishi dhe Elir Ndraxhi. Midis zonjave janë në Krye Kleva Budini dhe Dorina Laçi. Që kështu këto janë emrat që edhe dëgjohen më shumë në Krujë. Natyrisht dëgjohen emrat edhe të krutanëve, Gençan Hilla është një emër që dëgjohet, sikurse dëgjohet edhe nga pala e Partisë Demokratike janë më shumë të dëgjuar Aulon Kalaja dhe Andi Aulliri. Qartë është interesante sepse edhe në KZZ e Durrësit po këta emra ishin që praktikisht dukeshin tek më të votuarit. Flas për listën e hapur të PS-s. Gara po zhvillohet mes këtyre kandidatëve në qarkun e Durrësit dhe e gjithë betejë po zhvillohet në fakt në Krujë sa i përket kandidatëve të Partisë Demokratike. Mund të themi që një garë është e hapur mes Arjan Dojs, Socialiste janë edhe kandidatët që përmendi zonja Ekonomi. Po. Okej.
Po. Do më thënë duhet i themi edhe një herë faleminderit numëruesve sepse procesi po vazhdon shumë normalisht. Okej, Milva, të falenderoj nëse ke diçka tjetër ende për të shtuar, patjetër je mirëpritur. Jo, jam okej, jam edhe unë pozicionin tim të punës këtu, jam okej, faleminderit shumë. Të falenderoj shumë. Lusi, gjithashtu të falenderoj për këtë lidhje që patëm nga Kruja.